Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Është një ditë e martë dhe çdo të martë tashmë bëjmë lidhje të drejtë për drejtë në orën 19. Këtë javë është me pyetje përgjigje, mund të marr pyetjet tuaja. Ndërkohë që duke alternuar, pra javën tjetër do të flas në lidhje me ciklin e hënës. Javën që vjen do të i përkoni hënës së plot, që do të jetë tek shenja e Demit. Ndërkohë që çdo të shtunë bëj lidhje të drejtë për drejtë vetëm nga TikToku për të folur në lidhje me javën në vazhdim. Të gjitha lidhjet e mia të drejtë për drejta mund t'i gjeni te kanali im i YouTube-it. Përveç këtyre bëj dhe postime çdo ditë ku bëj parashikimin ditor. Tek lidhjet e drejtë për drejta, si kjo tani, flas në përgjithësi dhe në lidhje me shenjat, ndikimet që kanë ato, ndërkohë që tek ndikimet e përditshme, pra reelsat që nxjerr për ditë, ato nuk flas në lidhje me shenjat, janë thjesht ndikimet e përgjithshme. Në qoftë se keni pyetje për te këtyre, do më thënë që janë informacione që janë specifike për ju, prandaj do t'i këshilloj që të merrni konsultën tuaj personale, të cilat përfshin analizën e hartës, mund të bëjmë parashikimin për të ardhmen, në të jetën e kohë mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes tuaj. Për të gjithë ata që nuk e dinë orën e tyre të lindjes, mund të gjejmë edhe orën e lindjes dhe si rrjedhoi dhe ascendentin. Këto që sapo përmenda janë shërbime me pagesë, ndërkohë që ato të para për lidhjet të drejtë për drejta si kjo tani apo edhe parashikime ditore, ato janë pa pagesë, janë shërbime për publikun. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët përsëri. Tani nuk po flas për asnjë shenjë, janë ndikimet të përgjithshme të momentit. Do të flas thjesht për disa kalime planetare shumë të rëndësishme edhe gjatë kësaj jave. Nesër për shembull kemi rikthimin e Neptunit tek shenja e Peshqve. Do të flas shkurtimisht për atë mënyrë se si mund t'i bëjmë ballë në këto momente ose si ta përdorim në mënyrë efikase. Do t'jap disa pika të rëndësishme në lidhje me këtë. Do them ato që janë, për ato që nuk janë gjëra pozitive, që janë nuk janë gjëra të mira, do mundohem që të them edhe mënyrë se si mund t'i kalojmë më thjesht, si t'i bëjmë ballë pra. Duke qenë se asnjë gjë nuk është absolute pozitive ose absolute negative, kemi mundësi gjithmonë për t'i kaluar. Për parashikimet javore më keni pyetur, e keni të gatshme tashmë te kanali im YouTube-it, mund ta gjeni që aty parashikimin javor, e keni të gjitha shenjat që ndikohen edhe ndikimet e përgjithshme. Okej, ndërkohë që ndoshta edhe personë të tjerë na bashkohen, nëse keni pyetje si gjithë përsëris mund t'i shkruani, do t'i marr të gjitha pyetjet tuaja sot. Ndërkohë që do të flas shkurtimisht për ndikimet që ka Venusi, është një ndikim shumë pozitiv, prandaj dua ta përmend dhe mënyrë se si mund ta përdorim për të gjitha shenjat, do të them pak nga pak secila. Atëherë Venusi kaloi tek shenja e Peshorës në datën 13 tetor dhe do të vazhdojë që të jetë deri në datën 7 nëntor. Është një vendosje vërtet shumë pozitive sepse Venusi këtu është në shtëpinë e saj dhe shenjën e saj dhe ndihet vërtet si mbretëresh. Për këtë arsye na ndikon dhe të gjithëve shumë pozitivisht. Ndikimi më i madh dhe më pozitiv është në lidhje me marrëdhëniet sentimentale. Kemi një frym pak më tepër artistike dhe këtë e shprehim edhe në mënyrë se si i komunikojmë fjalët tona, detyrimisht ka dhe një ndikim shumë më të madh pozitiv, siç e përmenda tek lidhjet sentimentale, por jo vetëm këtu. Kemi një krijimin e një begatie në çdo aspekt të jetës, duke qenë se dhe kontakti me njëri tjetrin është shumë më i butë në këto momente. Pavarësisht se Mërkuri ndodhet tek shenja Akrepi dhe kjo mund të na bëj pak më me spec në mënyrën e komunikimit, Venusi e zbut këtë në mënyrë të konsiderueshme. Po i them shkurtimisht mënyrë se si ta përdorim në mënyrë më efektive për të gjitha shenjat, do them thjesht nga një fjali. Për shenjën e Dashit, shenja e Dashit duhet të fokusohet në këto momente tek marrëdhëniet sentimentale dhe tek marrëdhëniet çift. Kjo është një pikë ku mund të ketë një rritje vërtet shumë të madhe, të rregullojë atë që ka dhe mbi të gjitha të riperceptojë edhe një marrëdhëniet në çift, duke qenë se këtu mund të kemi edhe krijimin e lidhjeve të reja pozitive ose rregullimin e dukshëm të mënyrës se si konceptojnë lidhjen në përgjithësi dhe do të jetë shumë më e shëndetshme, shumë më efikase dhe shumë më e logjikshme, prandaj është një moment shumë i rëndësishëm për këtë. Për shenjën e Demit, fokusimi kryesor do të jetë jeta e përditshme, të jemi më efikas. Në qoftë se kemi mundësi të shtojmë artin në një mënyrë ose në një tjetër tek puna jonë, sidomos nëse është puna jonë, këtu ta këshilloj patjetër, mund të përdorim edhe AI-n, pak rëndësi ka e rëndësishme është në një farë mënyrë të fusim artin në jetën tonë të përditshme, ndoshta të bëjmë një hobi e të tjerë. Kjo na ndihmon edhe të ngremë moralin dhe ta
përdorim këtë në mënyrë më efikase dhe të kemi dhe një rritje nga ana tjetër në anën materiale. Tek shenja e binjakëve, vendosja e Venusit tek shenja e peshores është vetveti një ndikim shumë më pozitiv, sidomos për çështje sentimentale, për fillime të reja, për krijime të reja, mirë të themi, është shumë pozitive. Kemi një frymë pak më tepër artistike automatikisht e ka më tepër fat në përgjithësi. Do të këshilloj që të marrim pak më tepër risje për të provuar gjëra të reja në këto momente, kjo do të na ndihmonte më shumë, është përdorimi më i mirë, më të themi. Shenja e gafores do të jetë më e shëndetshme në qoftë se momentin e përdoren për të rregulluar stabilitetin në jetën e tyre, si në marrëdhënie sentimentale, në jetën e tyre profesionale, po ashtu dhe në jetën e tyre familjare. Këtu bile tek familja preken pak më tepër dhe shumë pozitivisht. Mund të kemi krijimin në instabiliteti vërtet shumë të madh, nëse doni të bëni në shtëpi, është një moment vërtet ideal. Edhe për shenjën e gaforës do t'i këshilloj që të fusin disa elemente artistike, pra ajo çfarë duket në paraqitje gjithmonë të jetë pak më tepër artistike, do të ngrenë më tepër moral dhe do të shtojë begatin. Shenja e luanit, shenja e luanit do t'i këshilloj që ta përdorin në mënyrën e tyre të komunikimit këtë si gjë. Në marrëdhënie që kam me vëllezërit e me motrat e tyre po, por pjesa më e rëndësishme është që mënyra e komunikimit është vërtet shumë efektive, është vërtet artistike në këto momente, prandaj nëse doni të shprehni ndjenjat për të rregulluar marrëdhënien tuaj apo për të filluar një lidhje të re është vërtet fantastike, e njëjta gjë është e vlefshme edhe për udhëtimet. Në këto momente është një moment fantastik për ta bërë këtë. Shenjës së luanit do të këshilloj patjetër. Ndërkohë që shenja e virgjëreshës, kjo vendosje për ta do me thënë një balancim shumë i madh të ardhurave materiale. Investimet i këshilloj me ngulm, sepse të gjitha investimet që bëhen në këto momente do të kenë rikthim mbrapsht shumë fish, është shumë pozitive. Ndërkohë që për shenjën e peshores kemi një begati pothuajse në çdo gjë, siç e thash, Venusi ndihet shumë mirë tek shenja e tyre dhe kjo detyrimisht ndikon në mënyrë pozitive në çdo aspekt. Vërtet në çdo aspekt të jetës, si në çështje sentimentale, në karrierë, e njëjta gjë është e vlefshme në stabilitetin ekonomik brenda shtëpisë. Pra në çdo aspekt, mënyrë si e përdorim pak më tepër këtë është vërtet që mundohem të dalim pak më tepër në skenë në mënyrë artistike, pra të vlefshim gjëra që na bëjnë të ndjehemi më të bukur ose më të tërheqës etj. Këto janë ndikimet që kemi tek peshorja dhe mënyrë se ta përdorim. Tek shenja e akrepit kemi pak fokusim tek bota e tyre brendshme, rritjen ose më thënë zmadhimin e bukurisë së brendshme dhe kjo dalje në sipërfaqe ose më themi pasqyrimin jashtë. Për këtë arsye shenjës së akrepit në këto momente mënyra se mund ta përdorin në mënyrë më efikase është që të fokusohen tek bota e tyre brendshme dhe të kuptojnë mirë ndjenjat e tyre. Në qoftë se kemi pasur sidomos në një ndjenjë të fshehur që ndoshta na pëlqen dikush dhe nuk e dini mirë se kush ishte ose diçka, kemi një pasion të fshehur, në këto momente është ideale për ta kuptuar dhe për ta përdorur në mënyrë shumë vërtet efikase dhe që të kemi dhe një kthim mbrapsht të ardhur materiale vërtet shumë të mira në këto momente. Sidomos deri në datën 1 nëntor, kjo do të jetë edhe më e vlefshme, prandaj të gjithë ata që janë tek shenja e akrepit do të këshilloj që ta përdorin. Kemi mund të zbulojnë në talente të fshehura në këto momente. Shenja e shigjetarit në lidhje me Venusin tek shenja e peshores ka një ndikim shumë të madh pozitiv tek marrëdhëniet në shoqëri. Jam shumë më tepër social dhe mund të kemi edhe krijimin e lidhjeve nga shoqëria. Këtu edhe lidhje romantike, por më tepër mund të jenë pak a shumë lidhje shoqërore, krijimi një balance të re këtu, e cila do i bën vërtet shumë mirë. Edhe këtu kemi një frymë artistike, shenjës së shigjetarit në këtë periudhë do t'i këshilloj që të shkonin shumë në aktivitete që përmbajnë artin ose dhe brenda shoqërisë ose të udhëtojnë mirë të themi me shoqërinë, ndoshta të shkojnë në teatr, të shkojnë në kinema, sepse kjo vërtet që jo vetëm ngre moralin, po i utësiron shumë edhe diapazonin, gjë që i ndihmon në mënyrë vërtet shumë të madhe për të krijuar stabilitet ekonomik. Gjë që në këtë moment ndoshta shenjës së shigjetarit mund të jetë pak larg ose më them mund të jetë pak i shpërndar, kjo e mbledh në mënyrë të dukshme. Shenja e Briciapit do t'i këshilloja që të fokusohet tek karriera e tyre, sepse këtu kemi një rritje, një balancim
dhe një drejtësi, më duhet të them, tek karriera, në qoftë se në një mënyrë ose një tjetër jemi më të drejtë, si me eprorët tanë, po ashtu dhe nëse ne vetë jemi epror, jemi pak më të drejtë, të shpërndajmë drejtësi pranë ambientit tonë të punës, e kemi shumë më të thjeshtë që të jemi të suksesshëm, të na dëgjohet më tepër fjala, po ashtu kjo është e vlefshme edhe në lidhje me çështjet sentimentale. Kemi një balancim të dukshëm edhe të marrëdhënieve brenda shtëpisë, por shëndet mund të them që është një që mund të ndikohet pak më pozitivisht se të gjitha të tjerat, përveç shenjës së peshorët detyrimisht. Dhe shenja e ujorit, për shenjën e ujorit, vendosja e Venusit tek shenja e peshores ka ndikim shumë të madh pozitiv për zgjerimin e diapazonit të tyre, zgjerimin e botkuptimit të tyre, tejkalimin e fanatizmit. Tashmë shikojnë gjithçka shumë herë më në mënyrë artistike, ose më themi nuk janë më në fanatizëm, nuk fokusohen, nuk fiksohen tek idetë, por tashmë e shikojnë gjithçka si një pjesë të tërës. Dhe kjo normalisht detyrimisht më të themi ndihmon ata që të jenë më realist, arrin që të përdorin çdo elementin e tyre për të përkthyer në të ardhurat shumë të mira materiale. Kanë mundësi shumë të madhe për të udhëtuar. Nëse doni të trajnoheni, sidomos për sa i përket artit, kjo është një mënyrë edhe më efikase për të përdorur. Kemi një zgjerim shumë të madh edhe të shoqërisë në këto momente, do t'i këshilloj që ta përdorim, edhe kjo është e vlefshme deri në datën 1 nëntor, do të jetë edhe më efikase. Edhe për shenjën e ujorit mund të kemi fillime të reja të çështjeve sentimentale, por fokusimi i tyre më i madh është zgjerimi i tyre, zgjerimi i enës së tyre, dhe kjo i ndihmon ata për të marrë dhe informacione të cilat mund t'i përdorin, mund të bëhen si bazë më të themi edhe në rritjen e tyre ekonomike. Shenja e peshëve, që është edhe shenja e fundit, për shenjën e peshëve vendosja nëse tek shenja e peshorës do të thotë një balancim shumë të madh të karmave të tyre. Janë shumë më tepër të ndjeshëm ndaj gjërave që duhet të bëjnë, mënyrë se si funksionon universi pak a shumë, dhe kjo i ndihmon ata që të bëjnë zgjedhjet e duhura, të bëjnë investimet e duhura, të kalojnë kohë me personat e duhur dhe të tejkalojnë problemet që mund të kenë pasur deri tani në marrëdhëniet sentimentale, në marrëdhëniet që kanë me njerëzit që kanë rreth rrotull e të tjerë. Këto janë vërtet momente në të cilat shenja e peshëve mund t'i përdor shumë mirë, të përdor çdo element pra që kanë jetën e tij për të përkthyer në burime të reja të ardhurave materiale, sepse ka një stabilizim vërtet shumë të madh dhe kemi edhe drejtësi në lidhje me këtë temë. Këto ishin ndikimet që kishte Venusi tek shenjat. Doja ta thoja këtë sepse është një vendosje shumë pozitive dhe dëshiroj që mund ta përdorni, duke qenë se ka ndikime do të mund të sjellë ose më themi ndikime shumë të mëdha pozitive, ka një balancim shumë të madh edhe të botës tonë të brendshme, po ashtu edhe në botën e jashtme, dhe nëse përdorëm ashtu siç duhet, do të vëmë edhe një drejtësi që do të vihet në gjithë shoqërinë, po ashtu dhe sidomos për sa i përket marrëdhënieve në çift. Në këto momente kemi një shkundje të mirë të këtyre marrëdhënieve, në qoftë se arrim që ta përdorim këtë moment ashtu siç duhet, me pikat që ju dhash pak përpara, kemi shumë më tepër mundësi që të krijojmë një balancë aq të madhe sa që do të ndjehemi vërtet që i përkasim, dhe kjo detyrimisht na ndihmon që të krijojmë mirëqenie vërtet shumë të madhe dhe ekonomike, të ndjehemi të lumtur, të krijojmë edhe shoqërinë që na ndihmon e të tjerë, sepse do të ndihmojmë edhe më tepër njëri tjetrin. Ky ishte Venusi, pra thjesht për përsëris, Venusi do të jetë tek shenja peshore deri në datën 7 nëntor, u fut ose më themi kaloi këtu në datën 13 tetor. Sot kishim një hënë të re, ishte edhe kjo tek shenja e peshores. Është një hënë goxha e fuqishme, ishte, më mirë të themi, por ndikimet vazhdojnë, do të vazhdojmë që të ndjejmë edhe për javën në vazhdim. Shenja e peshores në vetvete ose karakteri i saj, më mirë të themi, arketipi i saj është edhe drejtësi, kjo më tepër drejtësi në jetën toksore. Përveç se ndikimet që kanë në marrëdhënien e çift, që është një nga ndikimet kryesore, por vjet edhe një drejtësi e theksuar njerëzore, prandaj edhe mund të vëmë re ndryshime shumë të mëdha edhe në jetën shoqërore, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin. Në këto momente mund të kemi dalë në skenë të shumë problemeve, ndoshta të fytyrës së vërtetë të disa personave. Këto nuk janë negative, këshilla ime do të ishte që t'i vëzhgoni mirë situatat, sepse do të na ndihmojë që të krijojmë atë pranë që thash pak përpara, drejtësinë. Neptuni u rikthye, do të rikthehet më të themi nesër, tek shenja e peshqve. Neptuni është drejtuesi i shenjës së peshqve dhe normalisht ndihet shumë mirë. Por duke qenë se grada e fundit të shenjës së peshqve, pra
grada 20 e shenjës së peshqve është shumë problematike, aty ndodhet një udhëfiks që quhet shajt dhe është vërtet shumë problematik, krijon sfida shumë të rënda, sidomos në jetën shoqërore. Mund të kemi edhe probleme të rëndësishme në natyrë. Këtu përfshin edhe përmbytje, mund të përfshin edhe tërmete ndonse të vogla. Për fat të mirë në këto momente janë të vogla, sidomos në zonën brenda Shqipërisë. Kjo sepse ka një kënd pozitiv me diellin ton, është e rëndësishme kjo si gjë, ndryshe do të kishim probleme të mëdha. Kemi ndikime edhe për sa i përket shëndetit, për fat të mirë edhe këto në këtë rast do të jenë ndikime pozitive sepse ka një mbështetje shumë të madhe edhe nga Urani, por më e rëndësishme që ka nga Jupiteri. Problemet, ose por e them në këtë mënyrë, në qoftë se jeni persona që keni probleme me pjesën e gjirit, ose që nga familja juaj ka pasur probleme të tilla, e njëjta gjë është e vlefshme, duke qenë se në këtë moment e kemi shumë vendosje tek shenja e akrepit. Kjo do të thotë që ekziston një mundësi shumë e madhe që sëmundjet që kanë të bëjnë me metastazën, pra me kancerin, mund të dalin më tepër në sipërfaqe. Kjo do të thotë që jemi dhe më të aftë për t'i perceptuar, pra të marrim masa. Duke qenë se është një fazë ku gjithçka gjen shërim, sidomos të sëmundje që sa përmenda, do të këshilloj me ngurp që të shkoni te doktori dhe të bëni testimet e nevojshme. Është një mënyrë vërtet shumë ose më themi moment shumë i rëndësishëm për t'i shmangur këto probleme. Është një person që ka shkruar emrin A. Pyetja është, kemi probleme me dokumentat, është peshk, shikoj pak të lutem. Kjo është një lloj pyetje që e kuptoj që ndoshta është hera parë që merr në pjesë tek lidhjet e mia të drejta, por kjo është një pyetje shumë specifike që më duhet të di ditëlindjen e burrit tuaj të tjerë. Pra është një pyetje që kërkon një punë goxha të madhe nga ana ime, në mënyrë që të kuptoj se ku qëndron problemi vërtet dhe si mund të zgjidhet. Prandaj edhe nëse dëshironi mund të merrni konsult. Konsultën mund ta rezervoni nëpërmjet WhatsApp-it tim nëse më shkruani, e njëjta gjë edhe nga DM nëse më shkruani, ju kthej përgjigje dhe ju jap edhe çmimet se sa kushton. Nga se shkaktohen tërmetet në natyrë, në përgjithësi tërmetet shkaktohen nga lëvizjet e pllakave të tokës, duke qenë se bota jonë është vazhdimisht në ndryshime sipër nga ajo krijohen, kurse në astrologji mënyrë se si unë i dalloj këto është ka disa, domethënë mënyra se si dallohen. Si na shkon kjo kohë në akrepave, ama se na plas buza për çdo gjë. Në këtë moment akrepi është në periudhë të vështirë. Arsye që ka qenë shumë e vështirë për shenjën e akrepit, jo sepse ishte vetvetiu, por sepse çdo gjë ndodhte në subkonsciencën e shenjës së akrepit, sepse i duhet të kuptonte më mirë veten e tij. Kjo ishte shumë sfiduese për këtë arsye. Normale që shenjës së akrepit i pëlqen që ti kuptoj gjërat me më tepër thellësi, të perceptoj në të gjitha dimensionet çdo gjë, por duke qenë se deri në këtë moment nuk e kishte shumë në dorë atë çfarë po ndodhte dhe nuk mundej as të reagonte në disa raste, e kishte shumë të vështirë, këtë si periudhë kishte shumë sfiduese. Një arsye tjetër që ishte edhe e sfiduar ishte sepse drejtuesi i shenjës së akrepit, që është Plutoni, ishte në retrograd. Kjo për fat të mirë mbaroi. Por edhe kjo hënë e re që ndodhi sot, po ashtu edhe hëna e plot që ishte tek shenja e Dashit, kishte disa kënde të vështira me Plutoni që është përsëri drejtuesi i shenjës së akrepit. Dhe mbi të gjitha, për shembull tek hëna e plot, Mërkuri ndodhej në kënd negativ me Plutonin dhe ndodhej tek shenja e akrepit në ato momente, prandaj edhe vetë shenja e akrepit kishte goxha tronditje, ka pasur goxha tronditje. Edhe në këto momente është e njëjta. Momenti që do të ndryshoj, sepse do të arrish të perceptoj dhe ta përdor shumë mirë këtë si gjë, është pas kalimit të diellit tek shenja e tyre, që është data 23. Pra, pas nesër, po. Ditën e njëjtë. Gjithsesi, këto janë disa ditë që unë do të këshilloj që të jemi të gjithë shumë të vëmendshëm. Kur dielli krijon një kënd negativ me Plutonin, siç do të jetë, bile ka filluar dhe tani, por sidomos dita e nesërme, dita pra e mërkur, duke qenë se dielli do të jetë në gradën e fundit të shenjës së peshorës, çdo gradë e fundit të çdo shenje është vërtet problematike, krijon shumë kriza në jetën tonë.
Dhe është në këto momente në kënd negativ me Plutonin, kjo do thotë që ne jemi shumë herë më të hapur ndaj incidenteve, ndaj aksidenteve. E keq kuptojmë çdo gjë vërtet në maksimum. Marrëdhëniet tona janë vërtet shumë të stimuluar, shumë të nxitur dhe për këtë arsye mund të kemi edhe sherrë shumë të mëdha. Në qoftë se nuk kemi të kontrolluar, mund të kemi dalë në sipërfaqe të disa problemeve që nuk e kishim idenë që ekzistonin. Dhe mund të kemi shumë të vështirë që ti tejkalojmë këto. Sidomos në marrëdhënie të cilat janë delikate. Këtu përfshihen edhe më tepër marrëdhëniet që janë me eprorët tanë, po ashtu përfshihen shumë edhe marrëdhëniet që janë me shoqërinë, sepse në këto momente e gjithë shoqëria është në ndryshim me sipër. Prandaj edhe elementi më i vogël që është individi, pra, me marrëdhëniet që ka me individët e tjerë janë shumë të ndikuara. Është normale që personat që janë tek shenja e ujorit, tek shenja shenja e demit dhe tek shenja e luanit janë shumë të ndikuara, por më tepër se të gjitha këto është e ndikuar shenja e akrepit. Pra, Ledi, nëse i rikthejmë pyetjes tënde, është vërtet pas datës 23, shenja e akrepit do të fillojë që të ndihet shumë më mirë. Në këto momente, unë personalisht, sepse unë kam ascendentin tek shenja e akrepit dhe ndikohem, detyrimisht nga kjo, ndikohem shumë më tepër bile ndoshta, ka një. Në këto momente akrepi po gjen veten e tij, po njeh veten e tij shumë mirë. Është diçka shumë pozitive, është një fazë shumë pozitive, por shumë e lodhshme. Domethënë, vërtet ndonjëherë që edhe unë jam me kacabuj, që në përgjithësi jam njeri shumë i qetë, por në këto momente kam pasur momente vërtet ku jam qenë shumë e nxitur nga jashtë. Detyrimisht kam kuptuar se cilat janë gjërat që po më ndikojnë, se si mund t'i zgjidhtohet, por përsëris është vërtet e lodhshme. Gjithsesi, në qoftë se duam që ta tejkalojmë këtë moment, të gjithë ata që janë tek shenja e akrepit me sukses, unë do t'i këshilloj që të fokusohen më tepër tek bota e tyre brendshme, sepse këtu është pika ku ata po e njohin, por rizbulojnë nga para. Dhe në disa raste mund të gjejnë edhe gjëra të cilat nuk janë më të shëndetshme për ne, nuk i përkasin më botës tonë. Ndërkohë që po i përmend pak shkarazit të tre shenjat e tjera që janë fikse. Shenja e demit në këto momente ka shumë terslik. Në këto momente shenja e demit ka shumë ndryshim. Arsye që po ndodh gjithë këto janë ndryshime të vazhdimisht keni ndryshime në jetën tuaj, në mënyrë që të mund të ngelen vetëm gjërat që janë të shëndetshme ose që ju përkasin juve. Është pak a shumë si ai mielli në shosh, që duhet të heqim mirë ato gjërat, mbeturinat e të tjerë, dhe duhet të ngelen vetëm gjërat që mund t'i përdorim. Nuk është mielli, sepse mielli është mijimët, po merr si gruri për shembull, dhe që po heqim gjitha mbeturinat ose gjithë gurit që të vogla të tjerë. Në mënyrë që të ngelet vetëm ajo që ne mund të përdorim në këto momente, por shenja e demit gjithçka po shkundet. Është një periudhë shumë e vështirë për këtë arsye, po nuk është terslik. Përkundrazi, mundoni që ta perceptoni nga kjo pikpamje, sepse keni shumë më të thjeshtë që të jeni optimist dhe realist, më mirë të themi, dhe të shikoni mirë gjërat që duhet të mbani në këtë moment në jetën tuaj. Në qoftë se fokusoni që po të gjitha të këqija po më ndodhin mua, mund të shikoni vetëm gjërat negative, por në qoftë se shikoni të vërtetën ashtu siç është, do të arrini të perceptoni dhe gjërat pozitive që janë vërtet shumë pozitive, por ndoshta janë më pak nga çfarë jeni mësuar. Për shenjën e demit e thash, shenja e demit po ndryshon gjithçka në jetën e tij dhe vërtet që do t'ju këshilloj që të jenë realist. Kjo është vetëm një këshill që mund t'jap për shenjën e demit, të mos reagojnë në mënyrë impulsive dhe të mos kërkojnë që të qëndrojnë në vend. Në këto momente është e pamundur. Nuk do të jetë e pamundur për 20 vitet në vazhdim. Gjithçka është ndryshim me sipër dhe nuk është gjë e keqe, është gjë shumë e mirë. Zona e komfortit na kalp. Kjo është ajo çfarë duhet të kujtojnë gjithmonë shenja e demit në këto momente. Në mënyrë që të ecim përpara, të zhvillohemi, të evoluojmë, duhet të ecim përpara, pra. Nuk mund të rrim të jetë në vend, sepse kalbemi. Shenja e luanit ka kriza shumë të mëdha në këto momente në marrëdhëniet çift, sepse ata po njohin, po krijojnë një identitet të tyre të ri. Dhe nëse nuk vlerësohen aq sa duhet nga partnerët e tyre ose sa e mendojnë ata se duhet të vlerësohen, mund të kenë kriza shumë të mëdha identiteti, gjë që mund të përkthehet në probleme të rënda në marrëdhëniet në çift. Po i them në këtë mënyrë, në çdo aspekt jetës së tyre mund të kemi ndryshime të shumta, siç ishte tek demi apo edhe siç është edhe tek shenja e akrepit, po për shenjën e luanit ndikimet më të fuqishme do të vinë
në jetën e tyre personale ose të themi tek marrëdhëniet e tyre afatgjata. Sepse po krijojnë një identitet të ri pra, përsëris. Kjo është arsyeja. Mënyra se si mund t'i kalojnë më thjesht këto është që të mos bëhen drama queen ose drama king. Kjo është ajo çfarë mund të them. Të kujtojnë që nuk është nevojshme që të jenë gjithmonë në qendër të vëmendjes ose që të marrin miratimin nga bota, që ata të ndjehen të vlerësuar, vlera vjen nga brenda, nuk ka nevojë ta marrim nga jashtë. Për sa i përket marrëdhënieve në çift, këshilla ime do të ishte që të jenë më empatik. Dhe të mundojnë të kuptojnë se çfarë problemesh po kalon në këto momente partnerët e tyre, të mundojnë që t'i kuptojnë vërtet, jo se pjesën thjesht që intereson atyre. Ndërkohë që shenja e ujorit është shumë e ndikuar në çdo aspekt tjetër, ka një trysni shumë të madhe në këto momente, mund të pak mos më prek, por nuk është se nuk mund ta tejkaloj këtë. Ka fatin e mirë që është në kënd pozitiv në këto momente Plutoni me Urani, që është drejtuesi i tyre, dhe i drejton rrugën vërtet. I tregon aty ku duhet të shkojnë, cilat janë gjërat që duhet të mbajnë jetën e tyre, si mund të tejkalojnë, socializimi bën shumë mirë. Kanë aftësi shumë të mëdha për të perceptuar universin përtej, jo vetëm botën përtej, por universin përtej. Janë shumë intuitiv, po në një fazë shumë më të lartë, pra në një grad shumë më të lartë. Për shenjën ujorit kanë më tepër mundësi që të tejkalojnë këto probleme që sapo thash, sepse shenja ujorit një këmbë ka në qiell. Nuk është një shenjë që i përket komplet tokës, pra e ka më të thjesht ndryshime për këtë arsye. Për kombinime të ndryshme, mund të dëgjoni të dyja shenjat. Unë gjithmonë e them që gjithmonë ju këshilloj që të dëgjoni ndikimet e përgjithshme si fillim, pastaj të drejtoheni tek ascendenti dhe më pas te shenja e diellit. Shenjat të cilat jam më të përfat, unë çdo javë i them edhe kur shkoj te Top Channel, sepse më pyesin, po ashtu edhe kur jam te A2-shi. E njëjta gjë është e lehshme dhe kur bëj parashikimin tim javor, e them se cila shenjë është më të përfat, ose si të përdorim atë fat. Por mos harroni që këto janë parashikime të përgjithshme, pra të gjithë personave që i përkasin të njëjtës shenjë. Çdo gjë është individuale, individi preket gjithmonë shumë ndryshe nga çfarë preket shenja e zodiakut. Prandaj dhe nëse në një periudhë ajo shenjë mund të jetë shumë mirë, por ne vetë si individi jemi keq, nuk do të thotë që unë jam i keq, prandaj po ndodhin gjëra të këqija ose e kundërta. Këto ndodhen sepse harta ime ndikohet, stimulohet në mënyrë tjetër dhe duhet ta njoh veten time më mirë në mënyrë që të mund ta përdor unë hartën time dhe jo të ndikohem më shumë nga jo. Unë për këtë arsye normal që të gjithë ju këshilloj që të paktën një jetën tuaj të merrni një analizë të hartës tuaj personale. Por për sa i përket ndikimeve të përgjithshme, siç e thash, çdo javë bëj parashikime, i keni të gjitha te kanali im YouTube. Nëse nuk doni të shikoni te kanali im, i keni te kanalet televizive që dalin e të tjerë. Edhe për hënën e re e keni. Për çdo gjë, pra të gjitha lidhjet e mia të drejtë për drejta mund të gjeni te kanali im YouTube-it. Janë për ju domethënë, mund të shikoni. I thash sepse në këtë moment këto 4 shenja janë shumë të sfiduara. Kjo është arsyeja që e thash. Dhe do të vazhdojnë që të jenë të sfiduar për 20 vitet me radhë dhe dua që njerëzit të kuptojnë arsye sepse po sfidohen në mënyrë që të kalojnë më thjesht. Ndërkohë që për shenjat e tjera që nuk po flas sepse kam folur shumë shpesh, prandaj mund të drejtoheni tek videot e tjera të mia që kam bërë. Është pa kuptim që të ripërsëris veten time, sepse është humbje kohe, edhe për mua dhe për ju. Përshëndetje Denisa, dua të pyes a është një kohë e mirë për të vazhduar studimet në këtë kohë? Dje më ka dalë përgjigje për shkollën të lartë, jam gofore, ndjek të gjithë kohës. Okej, nuk ka rëndësi se çfarë shenje jeni, por në këto momente për shembull gofore studimet e larta, sidomos jashtë të shtetit, janë shumë herë më në revansh ose më themi, mund të dalin pak më tepër, mund të kemë më tepër prioritet. Jam më pozitive, ose ndikimet e mëdhenshme do të ndjeni shumë më tepër pozitive, por në këto momente kjo është e vlefshme për çdo shenjë, jo vetëm për shenjën e gaforës. Në këto momente ka shumë rëndësi që ne të zgjedhim rrugën që duam të ecim në vazhdimsi, sa na shërben neve si individ, por më rëndësishme fare sa i shërben shoqërisë. Prandaj dhe, nëse se është një shkollë apo çfarë do lloj gjëje që të jetë, që më shërben vetëm mua, për shembull, që nuk ka asnjë lloj ndikimi pozitiv as për komshion tim, as për shoqërinë time, as për njëri tjetër. Kjo është diçka që futet në egoizëm tashmë, dhe egoizmi nuk lejohet më nga sistemi.
Gjithse cili është ideja këtu që ne të gjithë, çdo individ, çdo njeri ka detyrën e tij për të bërë në këtë univers. Në qoftë se ajo hapat që ne hedhim nuk janë në përputhje me qëllimin që ne kemi kur kemi ardhur në tokë, atëherë na dalin gjithmonë probleme. Sado degë mirë të jetë, mund të jesh edhe doktor, do të vazhdosh të përmjekësi, nëse ajo nuk është rruga jote, dhe përballesh me probleme. Një person mund të jetë, kujton se çfarë, ta fusim kot, është thjesht një person që pastron rrugën, domethënë, por nga që ajo është detyra që ajo ka zgjedhur për të bërë kur para se të vinte në tokë, sepse duhet të pastronte rrugën, domethënë që ne të gjithë të tjerë të jetojmë në ambient të pastër. Kjo ai si individ shpërblet shumë më tepër. Prandaj në këtë moment më tepër se të pyesim a është gjë e mirë që unë të studioj, të vazhdoj shkollën e të tjerë, është a është kjo ajo çfarë shpirti im po më thot në këtë moment. Sonja Fetije Kolloni, për pyetjen që keni bërë, është një nga pyetjet që unë i përgjigjem gjatë konsultave të mia, duke qenë se që ka specifike për ju, kërkoni informacione në lidhje me të ardhmen tuaj se si mund ta ndërtoni atë. Do të jem më së lumtur që të jap konsult, nëse dëshironi, mund të më shkruani nga WhatsApp-i ose edhe këtu nga DM-i për të prenotuar. Konsultat janë me pagesë detyrimisht, duke qenë se është punë. Nuk, siç e thash, në qoftë se ju mendoni se kjo është rruga që ju duhet të ndiqni, që ju bën të lumtur, pak a shumë ju bën zemër të rahi, kjo është mënyrë se si mund ta kuptojmë nëse jemi në rrugën e duhur apo jo. Domethënë, nuk ka ndonjë filozofi shumë të madhe, domethënë, kur them unë që është funksioni që ne kemi në sistem, nuk do të thënë se duhet të bëjmë të gjithë patjetër koka të mëdha, domethënë, ose të zbulojmë Amerikën. Ideja është që atë bën që zemra jote të rahi. Kjo ka shumë rëndësi. Nëse po, atëherë do thotë që është rruga e duhur, është gjëja më e mirë që mund të bësh. Çfarë do lloj degë që të jetë? Atëherë shumë mirë, urime që tani. Për shenjë negafore, siç e thash, në këtë moment, sidomos nëse është jashtë shtetit, përsëris do thotë që ka përfitim shumë më të madh, sepse zgjerohen shumë si individ. Ndërkohë që jeni në shkollë, që bëni shkollën, unë personalisht do t'ju këshilloja që të bëni edhe shumë aktivitete jashtë-shkollore, që të krijoni edhe kontakte, sepse do t'ju ndihmonin shumë, edhe në të ardhmen. Është një moment shumë pozitiv në këto. Jo, nuk lodhem. Kur janë gjëra të tilla të kanë shumë masë më lodhem. Përkundërzi, po të ndiem shumë. Faktikisht edhe shenja e dashit në këto momente është shumë e ndikuar. Po flas edhe për të, shenja e dashit dhe e peshëve. Këto të dyja kanë një ndikim shumë të fuqishëm në këto momente, po filloj njerëz se fillim tek shenja e dashit. Sidomos ata që kanë ascendentin tek shenja e dashit, ata që kanë shenjën e diellit janë të ndikuar, por jo shumë, po ata që kanë ascendentin tek shenja e dashit janë shumë të ndikuar. Arsyeja e kësaj është se Neptuni kaloi tek shenja e peshëve. Kjo do thotë që u fut në subkonsciencën e tyre. Neptuni ka një ndikim shumë të madh mbi gullimi. Pra, ne nuk arrim që ta perceptojmë botën tonë, ose më them botën ashtu siç duhet. Pak më tepër që në këto momente është edhe te grada e fundit, dhe te grada e fundit e shenjës së peshëve, siç e përmenda edhe pak përpara, është problematike. Kjo do thotë që bota e brendshme e shenjës së peshëve në këto momente mund të vlojë më tepër se çfarë duhet. Por nga ana tjetër, duke qenë se ëndrat ose imagjinata e tyre është shumë e zhvilluar, tema e zhvilluar dhe plus e njëjta gjë, ka dhe një mbështetje shumë të madhe nga Jupiteri, do të thotë që në qoftë se thjesht do më mendohemi mirë përpara se të reagojmë, të veprojmë, përpara se të marrim çdo vendim të rëndësishëm, kemi një mundësi kolosale për të krijuar një mishënie vërtet shumë të madhe. Nuk është shumë e vështirë më mirë të themi, kanë disa ide vërtet fantastike, kanë një imagjinatë shumë të zhvilluar në këto momente shenja e dashit, por në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm, duke qenë se balanca e tyre brendshme, botës së tyre të brendshme është shumë e sfiduar, mund të kemi probleme të rëndësishme psikologjike në këto momente, mund të jenë pak më të prirur drejt depresionit. Prandaj dhe do t'ju këshilloj të gjeni mënyra që do të le të themi që të shfryhen, ndoshta të bëjnë sport, po mënyra më e mirë është që t'i nxjerrin me fjalë, pra të shkruajnë, të flasin me dikë, varet çfarë të dëshironi, thjesht mos i mbani për brenda.
Ndërkohë që peshqit, duke qenë se Neptuni është drejtuesi i tyre dhe po rikthehet tek shenja e tyre, ky është një ndikim pozitiv në të vërtetë. Pavarësisht se grada e fundit e shenjës së peshqve është negative, për shenjën e peshqve ky është një ndikim shumë i madh pozitiv, sepse kemi dhe rikthimin e mundësive, një ngrohje të dukshme të ambientit. Kjo faktikisht do vihet re edhe në natyrë, ka filluar të vihet re disi, u futëm në dimër, u kthem prapë mbrapsht e tjerë. Kjo do të vazhdojë që të jetë efikase, por për shenjën e peshqve do të thotë që do të kemi dhe rikthimin e mundësive në çdo aspekt jetës së tyre, sidomos për sa i përket çështjeve sentimentale. Duke qenë se e njëjti Neptun, e përmenda disa herë, ka një kënd pozitiv me Jupiterin, ka një ndikim shumë të madh pozitiv në këtë temë. Personat që kemi njohur në të shkuarën, që ndoshta nuk ka filluar dot lidhja e të tjerë, pak rëndësi ka të rinj, të vjetër, nuk është fare rëndësishme, për shenjën e peshqve në këto momente kemi një krijim të ri, krijimin e një bote të re që përfshin edhe jetën sentimentale. Tregova për temin, Aleksandër, jeni futur vonë? Jo, faleminderit, Aleksandër, nuk kam dëshirë të përsëris veten time. Ato që unë shikoj të nevojshme i them, ato që nuk i them, do më thonë që nuk janë të nevojshme. Që gjithçka është thjesht parashikimi për shenjat, kjo është edhe arsye që unë i them edhe gjërat e tjera, sepse na ndikojnë të gjithë. Po, Aleksandër, them ato që unë shikoj të arsyeshme. Është lidhja ime drejt për drejt, kështu që normale, them çfarë do. Nëse i pëlqen, mund ta ndiqni, nëse s'ju pëlqen, mund mos e ndiqni, zgjedhja juaj. Po bëjmë edhe unë si Marian Tronet, pra hani past me që s'pas keni bukë. Blerta, parashikimin për javën e fundit të tetorit, domethënë për pjesën e parë, si bie deri në datën 26 e keni gati, është te kanali im YouTube-it. Mund ta ndiqni që atje. Ndërkohë që për pjesën tjetër që ngelet, do ta bëj parashikimin këtë ditën e shtunë. Duke qenë se shenjat e ndryshueshme ndikohen në mënyrë të dukshme nga rikthimi i Neptunit tek shenja e peshqve, po them nga një fjali për ato që ngelen. Për peshqit fola, kështu që po flas si fillim për binjakët, duke qenë se është e para në reditin e zodiakut. Për shenjën e binjakëve kemi ndikim të fuqishëm, nuk mund të them që është shumë pozitiv, sepse do të thotë rikthimin e problemeve që kanë ekzistuar tek karriera e tyre, në qoftë se nuk kemi qenë realist në punën që kemi bërë, ose nuk kemi kërkuar atë që meritonim. Kemi qenë pak në ajër, pra, ose më të themi në një iluzion. Rikthimi i Neptunit mund të rikthejë edhe këtë si frym, dhe si rrëdhoj të na pengojë që të shikojmë përsëri realitetin dhe të marrim disa vendime që lejmë për të kërkuar. Kjo është arsye që të gjithë ata që janë tek shenja e binjakëve në lidhje me karrierën e tyre, vendime të rëndësishme në lidhje me karrierën e tyre, nuk do t'i këshilloj që të merrnin në këto momente. Ose të marrin këshill nga personat që kanë rreth rrotës, sepse do t'i ndihmojë që të marrin vendime të dhura. Sidomos ata që janë tek shenja e binjakëve dhe mund të marrin mendimin e profesorëve të tyre ose mësuesve të tyre, do të jetë një ndihmë edhe më e rëndësishme ose më themi edhe më pozitive. Shenja e Virgjëreshës, kalimi i Neptunit tek shenja e peshqve nuk është një ndikim negativ, përkundrazi, është një ndikim që do ta zbusë shumë. Edhe natyrën, çdo gjë që kanë rreth rrot, ambientin do ta zbusin në mënyrë të dukshme, sepse do të çlirohen pak. Në këto momente janë shumë të tensionuar shenja e Virgjëreshës. Kjo nuk do të thotë që nuk do të kenë kriza, por e kanë shumë më të thjeshtë për të toleruar. Pika ku mund të krihet një farë migullimi që mund të marrin vendime të gabuar është në lidhje me partneritetet, prandaj edhe këtu do t'i këshilloj që të jemi më realist, sepse kjo është edhe me që mund të bëjmë, ose të marrim dhe mendimin e personave që kemi rreth rrotës, mos familjes së tyre është më tepër efikas, edhe shoqëria është e vlefshme. Një temë tjetër që do të ndikojë pozitivisht përsëri në lidhje me partneritet, duke qenë do të kenë një frymë romantizmi më të lartë dhe një imagjinat shumë më të zhvilluar. Në këto momente për shenjën e Virgjërës mund të kemi edhe krijimin e lidhjeve shumë më pozitive ose rregullimin e lidhjeve aktuale, krijimin e një fryme të re më pozitive. Ndërkohë që shenja e fundit që është ajo e ndryshueshme që është e Shigjettarit, por shenja e Shigjettarit, rikthimi i Neptunit tek shenja e peshqve nuk është negativ, edhe pse mund të vi pak sfidues, mund të duket pak sfidues. Mund të kemi rikthimin e problemeve brenda shtëpisë. Pika që është problematike është se mund të kemi prishje në rendive të ndryshme, sidomos do t'i këshilloj që të jemi të kujdesshëm me ujin.
Pra, mos harëm çesmën hapur, ose çdo gjë që funksionon me ujë, si për shembull lavatriçe, lavastovile e tjerë të jemi shumë të kujdesshëm, sepse në këto momente mund të prishen, ose mund të kemi defekte të rëndësishme të cilat nëse nuk kemi të vëmendshëm mund të na kushtojnë shumë. Përsa përket marrëdhënieve me familjen, është një ndikim pozitiv, por mund të kemi rrahapjen e plagëve, prandaj dhe do t'i këshilloj që t'jemi pak më të qetë. Shenja shigjetare në këto momente ka ndikime pozitive në përgjithësi. Është në një moment që do t'i këshilloj bile ta përdorni, sepse në nëntor Jupiteri, që është drejtuesi i shenjës shigjetare, do të kalojë në retrograd. Pavarësisht nëse keni ascendentin ose jeni në shenjë diell tek shigjetari, do të keni një ndikim vërtet shumë të madh. Nuk është vetëm kjo, për shembull, nëse kemi vendosje tek shenja shigjetarit, edhe jo na ndikon. Ascendentet ka më tepër pesh, nuk më them që ka më tepër rëndësi, ka më tepër pesh. Si fillim gjithmonë përsëris, mënyra se si do t'i këshilloja që t'i shikonit të gjitha parashikimet që bëhen astrologjike do t'jetë ndikimet e përgjithshme. Ndikimet e përgjithshme prekin natyrën, domethënë gjithë shoqërinë, kështu detyrimisht ndikohemi edhe ne. Në qoftë se, e kam thënë shumë shpesh këtë si shembull, nëse jashtë bieshi, do më që të gjithë do lagemi. Nuk ka rëndësi domethënë se çfarë shenje jemi. Prandaj dhe duhet marrim masa në bazë saj, marrim çadrën me vete, pra në mënyrë që të mos lagemi. Ndërkohë që pas kësaj, duke qenë se është më personal, është ascendenti, do të këshilloj që dëgjoni ascendentin, sepse aty ka lindur dielli, ka prekur dielli në momentin e parë që keni lindur. Dhe detyrimisht është më tepër ndikohet e gjithë harta, pra në bazë të saj. Pas kësaj është shenja e diellit, sepse kjo është energjia jonë. Pa diellin nuk funksionon asnjë gjë nga këto që përmenden. Pra pa diellin unë nuk do isha, që detyrimisht dhe tani nuk do i thoja dot këto gjëra. Ka shumë persona që dëshirojnë që të më takojnë live, Alkita, dhe ka disa kohë që po mendoj që ndoshta mund të organizoj një mbledhje të tillë. Patjetër. Do të jetë kënaqësi. Vërtet ka kohë që po mendoj, bile dje ishte një nga momentet që po mendoj këtë si gjë, sepse më kishin shkuar edhe nga dijemi për diçka të tillë. Në faktikisht pata premtuar një kohë që do hapja edhe një grup për të diskutuar për temat ezoterike. Në Shqipëri, me sa po vere, sa më shumë kalon kohë dhe po shtohen, por në këto momente kam shumë impenjime, kam vërtet shumë impenjime. Prandaj dhe është e pamundur për mua që të shtoja diçka ekstra në ato momente, gjithsesi vazhdoj që të kem një mendim të tillë. A keni ju këtë paketën që çdo ditë email për shenjë? Jo, nuk e kam bërë ende, është një nga, thash për kam aq shumë impenjime. Ky është sezoni i parë që kur kam filluar të merrem me astrologjin që jam kaq e qetë, sepse zgjodhet jemi të tillë. Por duke qenë se janë punët që janë pak të ngelura, mezi po kryej të balancën edhe tek puna dhe nuk kam shumë kohë. Po filloj që të krijoj dhe menjëherë pasi të kem sistemuar punët që kam në këto momente në dorë, do filloj që të bëj dhe këtë abonimin që të dërgoj çdo ditë analiza ditore me email. Normalisht që në moment që do ta bëj do dërgoj do nxjerr njoftim edhe për këtë. Por me shumë mundësi, do më brenda këtij viti, para se të mbaroj viti 2025, të gjitha këto si procedura do kenë mbaruar. E shikoj që është shumë e nevojshme dhe ka shumë njerëz që kanë fituar besim, sepse mundohem që t'jap informacione të sakta, ato që nuk i kam të studiuara, ato që nuk i di, unë gjë që nuk i di nuk them asnjëherë që i di dhe të nxjerr teori nga koka ime, nëse e di diçka e them. Kjo dhe me sa kuptoj është përkthyer në një besim. Prandaj dhe dëshiroj që këtë besim ta shtoj edhe më tepër që edhe ju të përfitoni edhe më tepër. Shumë faleminderit Alkita, vërtet. Siç e thash, analiza si që shikoj për veten time ashtu dhe transmetoj, nuk kurse mundohem që nuk i ve dhe filtr ndonjëherë. Edhe pse jam kritikuar shumë në këtë pikë. Për shembull ka pasur shumë persona që më kanë kritikuar sepse flas shumë për mjekësinë ose në lidhje me shëndetin. Sepse i tromaksa si pas fjalëve të tyre, ose nuk e di, them edhe gjërat negative e tjera. Dhe sepse shumica astrologëve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, preferojnë që thonë vetëm gjërat pozitive. Por më duket pa kuptim. Domethënë, astrologjia është një mjet alarmi shumë i fuqishëm, i
i cili mund të na ndihmojë që të shmangim shumë probleme në jetën tonë. Prandaj kur e kemi pse mos e përdorim. Kjo është arsye që nuk i vë filter, gjërat që janë të rëndësishme i them. Dhe për shëneve gjerësh sa po fola, nëse doni të dini për momentin ose si ndikohet në këtë moment, unë do ju këshilloj që të dëgjoni videot që kam tek YouTube. Është video për shembull që bëra për hënën e re, që ishte sot, prandaj dhe ndikimi shumë i fuqishëm. Bilet e masat që duhet të marrim i kam thënë me detaje edhe në lidhje me shëndetin. Do ju këshilloj që ta dëgjoni atë. Është hëna e re në shenjën e peshore, se ka titullin. Nga që kam fituar dhe eksperiencë detyrimisht, dhe mundojmë që të them vetëm gjëra që janë themelore që mos humbisni dhe ju kohë kur shikoni. Edhe pse e keni të ndarë në shenjë për shembull video, mund ta keni më të thjeshtë për t'i ndjekur. Po flisja shkurtimisht për kalimin e diellit. Këtë më duhet ta ripërsëris sepse kalova tek një koment tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme. Është vërtet shumë e rëndësishme. Jam e lumtur që më kujtua sepse e kemi filluar të ndjejmë që sot, do të vazhdojmë që ta ndjejmë deri në fundjavë. Është shumë e fuqishme si ndikim. Dielli do të kaloj tek shenja e akrepit, por edhe në këto momente, edhe pasi të kaloj tek shenja e akrepit, do të ketë kënd negativ me Plutonin. Këtë e thash, po për ripërsëris sepse është vërtet shumë e rëndësishme dhe duhet të marrim masë të gjithë. Kur dielli ka një kënd negativ me Plutonin, ne futemi në frymën e viktimës. Çfarë do të them? Mund të përballemi shumë herë më tepër me probleme në jetën tonë dhe kjo na shtyn ne që të veprojmë në mënyrë shumë impulsive ose të marrim riske që nuk janë fare të nevojshme. Në disa raste edhe armiqësitë zmadhohen shumë më tepër me të gjithë. Por në këtë moment mund të ndiejmë më tepër armiqësitë brenda shoqërisë. Kjo është edhe arsye që mund të dalin në skenë edhe situata ose mund të krijohen situata të cilat do të nxjerrin në skenë fytyrën e vërtetë të personave, karakterin e tyre të vërtetë. Pra si përfundim është pozitiv sepse do të njohim edhe veten tonë dhe personat përballë, por është shumë e vështirë si moment. Ajo si mund të kalojmë pak më thjesht është një, detyrimisht mos marrim riske të panevojshme, 2, mos dalim jashtë rutinës dhe e treta që ka shumë rëndësi, të mos lëvizim vetë. Sidomos persona të cilët janë, që kanë më tepër nevojë për mbrojtje, që të jemi realist, femra për shembull, ose fëmijët, asnjëherë mos e lini vetëm. Në këto momente nuk është një periudhë shumë e gjatë, është diçka 4 ditë domethënë, është shumë e rëndësishme kjo si gjë sepse mund të shtohet edhe më tepër dhuna. Prandaj në qoftë se jemi të kujdesshëm, mund ta kalojmë me shumë sukses këtë moment, por nëse nuk jemi të kujdesshëm, mund të dëgjojmë edhe lajme të cilat nuk do të na pëlqejnë më vonë. Okej, ky ishte, më gëzova shumë, më kujtua sepse është një gjë shumë e rëndësishme. Pra, duke filluar nga dita e sotme, që është data 21, deri në datën 26, përfshirë edhe datën 27, por gjithsesi, paktën deri në datën 26 do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm. Të jeni të kujdesshëm. Për sa i përket Neptunit, domethënë periudhën e fundit tek shenja e peshqve do ta kaloj tek grada e fundit, prandaj ato krizat që përmenda në një farë vendi do vazhdojmë të ndiejmë. Neptuni do të jetë tek shenja e peshqve dhe në gradën e fundit të tij deri në datën 26 janar të 2026-s. Deri në atë datë mund të kemi ndryshime shumë të shpeshta të temperaturave, udhëtimet në qoftë se i bëjmë, unë personalisht nuk do të këshilloj që të bëni me mjete ujë, pra me anije të tjerë, gjithmonë do të këshilloj që të bëni me automjete, pra ndoshta autobusi e tjerë, këto do të jenë më të preferuara. Kur kemi për të udhëtuar me avion, nëse s'kemi çfarë të bëjmë, por në qoftë se është një zgjidhje midis këtyre të dyjave, do të këshilloj që gjithmonë të zgjidhnim mjete toksore. Venusit tek shenja e peshores dhe mënyrë se si mund ta përdorni në maksimum atë, sepse vendosja e Venusit tek shenja e peshores është shumë pozitive. Është vërtet vendi ku shkëlqen më tepër dhe na ndihmon më tepër ne. Venusi është planeti që është i përgjegjshëm për dashurinë, për artin, për krijimet e reja, për marrëdhënie sentimentale, tretësi. Prandaj dhe e shton shumë, të gjitha këto e shton shumë. Krijon një farë harmonie shumë të madhe në jetë. Prandaj edhe nëse e përdorim ashtu siç duhet, përfitojmë edhe më tepër. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë. Është një kënaqësi vërtet shumë e madhe dhe shihemi përsëri ditën e shtunë në orën 19, ku do të bëj lidhjen drejt për drejt për javën në vazhdim. Lidhjet e drejt për drejta për javën i bëj vetëm nga TikToku dhe më vonë i ve në kanalin tim të YouTube-it. Lidhja drejt për drejt do jetë në orën 19 ditën e shtunë, ndërkohë që videon te kanali im YouTube-it e keni gjithmonë të nesërmen pra në orën 10 ditën e diel, është gati dhe mund ta ndiqni që atje. Shumë faleminderit dhe është një kënaqësi si gjithmonë.
Natën e mirë. Faleminderit. Pafshim.